Në mënyrë solemne është bërë përcjellja e gjeneratës së 18 të nxënësve që përfunduan shkollimin në Medresen Isabeu, paralelja e shtrirë e vajzave në Tetov. Ky aktivitet u mbajt në Qendrën për Kulturë në Tetov, ku edhe u mbajt program festiv kushtuar përcjelljes së gjeneratës që filloi mësimet në vitin 2021 dhe i përfundoi këtë vit. Për drejtuesit e Medreses Isabeu, paralelja e shtrirë e vajzave në Tetov ishte një rrugëtim i suksesshëm për këto nxënëse të cilat përfundojnë shkollimin e tyre. Medreseja nuk është vetëm një institucion arsimor, por është një shtëpi e dijes dhe udhëzimit, ku bashkë keni mësuar jo vetëm për botën materiale, por edhe për atë shpirtërore. Këtu ju keni kultivuar dashurinë për Allahun e lartëmadhëruar, respektin për prindërit dhe mësuesit, durimin në sprova dhe përmirësinë në sukseset e juaja. Sot kur nisni një rrugtim të re, mos harroni se dija është emanet dhe Zoti ka lartësuar atë që posedon dije dhe që jeton me përgjegjësi këtë dhunti. Në Kur'anin famëlar, Allahu i lartëmadhëruar thot: "Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?" Të dashura maturante, botës i duhen njerëz të dijshëm, por edhe të drejtë, i duhen profesionist, por edhe besimtar. Ju si bija të medreses jeni shpresë e kësaj shoqërie për një të ardhme, ku dijet bashkohen me vlerat, ku përparimi shoqërohet me moral dhe ku zemra nuk harrojnë krijuesin Allahun fuqiplot. Të nderuar prindër, juve sot keni gëzim, po edhe ne bashkë me ju, sepse fëmijët tuaj janë shkaku kryesor që ne po gëzohemi. Është një e vërtet e pamohueshme se çdo njeri nga ne në këtë botë kërkon lumturinë, kërkon mirësinë, por të gjithë jemi të sigurt se lumturia dhe mirësia nuk gjendet në asnjë rrugë tjetër përveç se rrugës së vërtetës. Kurse rruga e vërtetës është rruga të cilën e ka caktuar Allahu dhe ne gjithë e dimë dhe ju shumë mirë e keni kuptuar atë drejtim dhe atë rrugë që evladët tuaj, fëmijët tuaj i keni drejtuar në atë rrugë të cilën e ka garantuar Krijuesi për këtë botë dhe për botën tjetër. Unë në emrin e gjithë profesorëve dhe profesoreshave pranë paraleles së vajzave këtu në Tetov, ju falenderoj përzemërsisht për besimin që keni pak që ne të merremi me edukimin e pasurisë më të shtrenjtë tuajën për këtë botë, që janë fëmijët tuaj, evladët tuaj, por të jeni shumë të sigurt se këta evlat, këta fëmijë i keni armatos me armën më të fuqishme, sado që kudo t'i lëshoni, kudo që t'i orientoni, jam shumë e sigurt se asnjëherë nuk do t'ju zhgënjeni. Në përcjelljen e gjeneratës së 18 të nxënësve që përfunduan shkollimin në Medresen Isabeu, paralelja e shtrirë e vajzave në Tetov, të pranishëm ishin edhe krerët e Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut dhe Myftiu i Tetovës, të cilët uruan nxënësit për përkushtimin e tyre gjatë 4 vjetëve. E di se maturantet sot kanë gëzime të jashtëzakonshme. Janë të lumtura sepse janë të bindura se me sukses dhe sipas të gjitha normave të medreses kanë kryer medresen dhe sonte shprehin gëzimin e tyre. Ata ndjejnë ndoshta edhe pak shqetësim, sepse ndahen nga vatra e tyre e dashur, që quhet medresen. Do të largohen pak a shumë me shoqet e tyre, pra njëra prej tjetrës. Do të largohen nga edukatorët dhe edukatorët e tyre, pra profesorët dhe profesoresha, dhe do të vazhdojnë rrugën në drejtime të ndryshme. Medreseja Isabeu
nuk është vetëm një shkollë, ajo është një vend ku dijet bashkëjetojnë me vlerat, ku arsimi plotësohet me edukimin, ku shpirti ushqehet, po aq sa edhe mendja. Në këto mure të shkollës tonë, ju keni mësuar më shumë se lëndët mësimore. Ju gjatë arsimimit dhe edukimit në medrese keni mësuar të jeni të përrullura ndaj krijuesit madhriplot, të vendosura në qëndrimet e juaja, të përkushtuara ndaj dijes, fesë dhe shoqërisë. Ju jeni krenaria jonë, simboli i dijes dhe edukatës, shpresa e zhvillimit dhe përhapjes së vlerave të larta morale. Ju jeni pasqyra më e mirë e punës dhe veprimtarisë së pedagogëve tuaja. Me shembullin tuaj, me modestinë, me sjelljen, me sukseset dhe moralin që keni treguar, keni dëshmuar se jeni gati të përballeni me botën. Një botë që shpeshherë është e padrejtë, e vështirë, e me sfida të ndryshme, por gjithmonë e hapur për ato që kanë dije, vullnet dhe besim. Ky aktivitet është përcjellë edhe me një program festiv i përgatitur nga nxënëset e kësaj medreseje. Përndryshe, medreseja Isabeu në vitin 2004 hapi paralelen e shtrirë të vajzave në Tetov. Në vitin shkollor 2007-2008 diplomoi gjenerata e parë në këtë paralele. Sot numri i përgjithshëm i vajzave që shkollohen me mësim të rregullt në këtë paralele është mbi 170.